hadith. I dërguari i Zotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: më e forta prej lidhjeve të Islamit është që të duash për hir të Zotit dhe të urresh po për hir të Zotit. Prova e zgjuarësisë. Deri në fund, asnjë nxënës nuk arriti t'i jepte përgjigje të saktë pyetjes që kishte drejtuar mësuesi, secili dha përgjigjen e vet. Mirëpo, asnjëra nuk ishte e saktë. Pyetja që u ishte drejtuar profeti i nderuar shokëve të tij kishte ndërmjet pikave kryesore të besimit, cila është më e forta. Njëri prej shokëve tha: namazi. Profeti i nderuar tha: jo. Tjetri tha: zeqati. Profeti i nderuar tha: jo. I treti: nga punët e këqija. Të duash dhe të mos duash vetëm për hir të Zotit. Kryerja e bamirësisë, e cila është e dobishme për të gjithë. Të ndihmosh persona në nevojë. Për të dëgjuar përgjigjen e saktë nga i dërguari i Zotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të,